Hoxh, më duket ke ndërtuar një 5-6 xhami, nëse nuk ka bëj? Unë s'kam ndërtuar asnjë. Ti jo. Unë kam qenë iniciator vetë. A janë 5-6? Jo, më shumë. A më shumë jo, na? Po e lëmë modestin e na tregon? Ka dashtë Allahu Gjellëshanuhu, kër e kam lënë Radio Kajren, pas 3 vjetë e punë aty, unë pa andër ki më maruar një xhamin e Prizren. Edhe parë xhami e kam maruar. Allahu Akbar. E ka emnin xhamia që Haxhi Mahmud, ka qenë rënuar tërsisht, është imam i diplomuar në Medinë, jo ishte atë djalin. Sheikh Adnani është imam aty. Mashallah. Edhe çështu dashti Allahu, caktimet e Allahut u ktheva, edhe fillova me çat xhami edhe aty më dha vullnetin edhe kryetari i Bashkisë Islami aty i asaj kohës, Rahmet Shpirti, pas masi po të hec puna, tha hec. Mashallah. Edhe fillimin e patëm shumë të mirë, dhe i kom pas dy nxënësa unë shumë të sinqert ndaj meje. Hoxha Nasir Kastratin, unë përmend e më për mire më. Po, patjetër. Edhe Avos Hajredinin që është në Katar. Edhe ata i kom pas krata shubom në 3 vetë aty. Mashallah. 3 kantësh. Zatën, unë atë pjesë e kujtoj shumë. Në atë periudhë edhe ata krahin më dhanë, kërkojshi me bom xhamin, e rregulluam. Tani u bën disa probleme, barikadash, për janës sërbëve, po me gjithat, xhamia u hap, u bën edhe e bën më të madhe, në vjetrën e largova tërsisht. Ti vetëm në Kosovë je marrë me këto aktivitete? Jo, edhe në Shqipëri shumë kam bërë. Atje kam bërë më shumë se hartën etnike për herë të parë e ke shtyp dhe në fakt këta kufi moti kushtimisht nuk i një. Po atë hartën e kam shtyp edhe e kam shpërnda mbi 2000 vende. Mbi 2000 vende. Në fakt nuk është vetëm shtypja e hartës ose fjalët, po e ndjen. Bashkë me Qemerin. Bashkë me Qemerin. E ndjen shumë ti, në kuptim nuk ke bërë dallime. Në fakt shumë kilometra ke të ecura në Shqipëri, sidomos pas rrahjes të komunizmit. Dhe madje edhe ndërtim të xhamive atje. Po jem marrë me ndërtim, kanë ndihmuar popullata shumë, edhe kosovare, edhe shqiptare, edhe të vllazërin e Maqedonisë, edhe jem marrë nëpër Shqipëri, kemi bën prej nalt në veri deri në jug poshtë, deri në fshatin më të vogël, jo më të vogël, po më të fundit që flet shqip në Pravishte, aty ku del Uj Spring. Aty kemi marruar xhamin mas 75-6 viteve që është i Rezani.